Ky artikull është vazhdimi i publikimeve të pamfletit të ndërtuara mbi videorrëfimin e regjistruar të Sibel Edmonds, ish përkthyese e FBI-s dhe sinjalizuese e njohur e sigurisë kombëtare amerikane, të publikuar në platformën Patreon dhe të disponuar nga redaksia. Materialet janë pjesë e një serie më të gjerë ku Edmonds flet hapur për lidhjet mes krimit të organizuar, politikës dhe projekteve ndërkombëtare, duke sjellë një këndvështrim që nuk ka gjetur hapësirë në median tradicionale. Në rrëfimin e saj, Shqipëria nuk përshkruhet si një vend ku krimi i organizuar vepron paralelisht me shtetin, por si një rast ku krimi është i integruar brenda vetë strukturës shtetërore. Shqipëria ka qenë, veçanërisht që nga viti 1992-1993, një shtet narkotik mafioz. Po flas për politikën, nuk flasim për disa ministra të infiltruar, është e gjithë qeveria, deklaron Edmonds. Sipas saj, politika shqiptare nuk përmban ishuj të izoluar rezistencën ndaj krimit. Rrëfimi shkon më tej, duke pretenduar se nuk ekziston asnjë figurë politike, nga deputetët dhe drejtuesit e administratës, që të mos jetë integruar në këtë sistem. Ju nuk do të gjeni asnjë deputet apo drejtor departamenti që nuk është pjesë e shtetit mafioz, përndryshe nuk do të kishin asnjë pozicion, thot ajo, duke e përshkruar këtë si një mekanizëm përjashtues ndaj kujtdo që nuk pranon të jetë pjesë e strukturës. Në këtë kuadër, Sibel Edmonds ndalet te evolucioni i mafjes shqiptare që nga vitet 90, ajo përshkruan një transformim të shpejtë nga banda të dhunshme pas rënies së komunizmit në një organizatë kriminale globale me kontroll territorial, disiplinë të brendshme dhe kapacitete logjistike ndërkombëtare. Në mesin e viteve 1990, mafia shqiptare la në hije mafjen ruse, turke dhe italiane, të gjitha së bashku, deklaron ajo, duke shtuar se në gjithë historinë moderne të mafjes nuk ka asgjë si mafia shqiptare, për shkak të kombinimit të dhunës, të pamëshirës dhe sofistikimit operacional. Rrëfimi e vendos në qendër rolin e mafjes shqiptare në tregtinë ndërkombëtare të kokainës. Sipas Edmonds, grupet shqiptare kanë marrë kontrollin e fazës më kritike të zinxhirit kriminal, transportin dhe shpërndarjen. Kolumbianët prodhojnë, por shqiptarët kontrollojnë lëvizjen, thot ajo, duke pretenduar se ky kontroll shtrihet nga Amerika Latine deri në Europë. Ajo përmend Ekuadorin, Kolumbinë, Brazilin dhe pjesë të Perus si territore ku shqiptarët kanë ndërtuar dominim operacional. Në këtë rrjet, portet europiane përshkruhen si nyje kyçe. Edmonds përmend konkretisht Port of Rotterdam dhe Port of Antwerp, duke deklaruar se këto nuk kontrollohen përmes dhunës së hapur, por përmes lidhjeve, korrupsionit dhe mbrojtjes politike. Ata kontrollojnë dërgesat, nxjerrjen e drogës nga Brazili dhe Ekuadori drejt Europës. Ktu flitet për ton, jo për kilogram, thot ajo, duke theksuar shkallën industriale të operacionit. Sipas rrëfimit, lidhjet politike në Tiranë luajnë rol kyç në këtë mekanizëm, duke garantuar pastrimin e parave dhe mbrojtjen e rrjeteve operative. Në këtë pikë analiza zhvendoset nga trafiku i drogës dhe vendimmarrja politike dhe projektet strategjike ndërkombëtare. Edmonds ndalet te administrata e Edi Ramës, duke pretenduar se infiltrimi i krimit në politik është strukturor dhe se nuk ka vendimmarrje të madhe që të mos kalojë përmes këtij filtri. Sazani në hartën e interesave të Kushnerit dhe Izraelit. Një shembull konkret që ajo përmend është projekti i lidhur me Jared Kushner në ishullin e Sazanit. Ish punonjësja e FBI-s deklaron se projekti mori miratimin disa javë pas zgjedhjes së Donald Trump si president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe që qeveria shqiptare u afrua jo vetëm nga Jared Kushner, por edhe nga zyrtar të lartë biznesi dhe qeveritar izraelit. Miratimi fillestar duhet të priste për zgjedhjet e Trumpit. Vetëm pasi Trump u shpall president i zgjedhur, procesi vazhdoi dhe kaloi në përmiratim parlamentar sa për sy e faqe. Edmonds e përshkruan Sazanin si një projekt që shfaqet publikisht si turizëm, por që sipas saj bart funksione dhe interesa shumë më të gjëra. Unë e quaj ishulli i satanit të Jared Kushnerit, sepse gjithçka që kam mbledhur dhe dokumentet që kam parë tregojnë se ky projekt është shumë më shumë se sa turizëm, deklaron ajo, duke paralajmëruar se do të zbardhë element të tjerë në vijim. Kur Sibel Edmonds flet për afrimin e Tiranës me projektin e Sazanit, ajo e bën të qartë se nuk bëhet fjalë për një marrëdhënie dypalshime mes qeverisë shqiptare dhe Jared Kushner. Burimet e mia janë zyrtar qeveritar izraelit dhe njerëz të lidhur me biznesin dhe teknologjinë, thot ajo, duke e zgjeruar panoramën përtej një emri të vetëm. Sipas Edmonds, këta aktor nuk veprojnë si përfaqësues formal të shtetit, por si pjesë e një rrethi ku ndërthëren kapitali, teknologjia dhe ndikimi politik, me rrënjë në Izrael dhe shtrirje operative në tregje të ndryshme. Në përfundim, rrëfimi i Edmonds e paraqet Shqipërinë si një rast studimi për mënyrën se si një narkoshtet mund të funksionojë në mënyrë të pranueshme ndërkombëtare, pa u shpallur kurrë zyrtarisht si i tillë. Sipas saj, investimet e huaja, projektet strategjike dhe marrëveshjet madore nuk zhvillohen në një vakum, por brenda një realiteti ku politika, krimi dhe kapitali operojnë si pjesë e të njëjtit mekanizmi. Pamfleti do të vijojë publikimin pjesë të këtyre materialeve, duke i lidhur me zhvillimet konkrete në Shqipëri, emrat e përfshirë dhe projektet që sot paraqiten si investim dhe zhvillim.